i nderuari presidenti i Shqipërisë, zoti Bayram Begaj, i nderuari kryeministri në detyrë, zoti Albin Kurti, të nderuar deputet, të nderuar përfaqësues institucional nga trevat mbar kombëtare, të nderuar përfaqësues të institucioneve të sigurisë, FSK-ja dhe policia, të nderuar kryetarë të komunave, të nderuara kryetare e gjykatës zonja Emra, të dashur mysafir të pranishëm, zonja dhe zotëri. Sot nuk jemi këtu vetëm për të përkujtuar një datë. Jemi këtu për të nderuar një betim që është bërë në këtë qytet, në këtë truall të shenjtë, betimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Dhe qershor 1878, burrat e kombit u mblodhen në këtë qytet për t'i thënë botës: ne jemi shqiptarë, kemi tokën tonë, gjuhën tonë, kulturën tonë dhe nuk pranojmë të coptohemi. Ata nuk kishin as mbështetje ndërkombëtare, as resurse moderne, por kishin një gjë që vlen më shumë se gjithçka: ndërgjegjën kombëtare dhe guximin për të vepruar. Lidhja e Prizrenit nuk ishte vetëm një organizim politik, ishte zgjim i identitetit tonë. Projekt i parë strategjik për bashkimin e shqiptarëve, një ngjarje që i parabriu dhe frymëzoi pavarësinë, lirinë dhe vetë ekzistencën tonë si popull në këtë pjesë të Evropës. Por pyetja që duhet të bëjmë vetes sot në këtë 147 vjetor është: çfarë do të thotë sot lidhja e Prizrenit për ne? A do të mbesim vetëm në përkujtime e fjalime, apo do ta shndrojmë atë frymë në veprim konkret për të ardhmen tonë? Sepse sot, ashtu si atëherë, përballë kemi sfida të mëdha. Kërcënime ndaj identitetit tonë kombëtar përballë globalizimit, rrezikun e harresës historike për brezat e ri, moskujdesin ndaj trashëgimisë tonë shpirtërore, kulturore dhe territoriale. Sot lidhja e Prizrenit na fton të jemi krenar për të kaluarën, por të jemi të përgjithshëm për të tashmen dhe vizionar për të ardhmen. Na fton të jemi faktor të zhvillimeve rajonale e jo vetëm spektator. Na kërkon të punojmë për bashkimin shpirtëror, kulturor dhe ekonomik të kombit. Na obligon të ndërtojmë një shoqëri që i ruan rënjet, por sheh larg, që i mbron vlerat, por ecë përpara. Një shoqëri ku bashkëpunimi si faktor determinues ekzistencial zëvendëson ndjenjen e vetëmjaftueshmërisë. Lidhja e Prizrenit nuk është vetëm kujtesë, por është busollë. Prizreni duhet të jetë vendi ku përfaqësuesit politik të shqiptarëve mblidhen jo vetëm në përvjetore, por për të krijuar vizion, strategji dhe për t'i dhënë frymë të re projektit kombëtar në kushte moderne. Dhe kjo barë mbi ne, institucionet, intelektualet, udhëheqësit lokale qendror, mbi çdo shqiptar që ndihen veten pjesë të këtij kombi. Prandaj sot nga Prizreni, zemra historike e kombit, duhet të përcjell një mesazh të qartë. E të mos jemi vetëm trashëgimtar të historisë, por të bëhemi autor të saj. E të mbajmë gjallë lidhjen e Prizrenit një ide në frymë dhe vepra. Le të bëjmë Prizrenin jo vetëm qendër të kujtesës kombëtare, por edhe piknisje të çdo projekti të madh mbarkombëtar. Lavdi brezave që nisën këtë rrugtim, nder dhe përgjegjësi për ne që duhet ta vazhdojmë, ta duam Prizrenin si simbol i unitetit, të respektojmë lidhjen si frymë e përjetshme. Të nderuar, ju falenderoj për vëmendje. Zonja dhe zotrinj, të nderuar të pranishëm, tani kam nderin që në këtë akademi